Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtetë të krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Në historinë e sotme do të flasim për një djalë 8 vjeçar i cili quhej Federico Baracate. Ai lindi më 19 prill të vitit 2000 në Sergiate në Milano dhe në fakt e quante vetëm fëmia e një vjeçarit të tretë. Imagjinoni një 3 vjeçar që ta konsideroj veten diçka të tillë. Në fakt Federico ishte shumë inteligjent për moshën e tij, por sado që mund ta imagjinoj Federicon se si mund të ishte si 8 vjeçar, askush nuk mund ta njihte atë më mirë dhe askush nuk mund ta përshkruajë atë më mirë sa vetë nëna e tij, Antonella Penati. Kështu që në historinë e sotme do ta përshkruajmë Federicon me fjalët e nënës së tij. Antonella tregon që Federico ishte një fëmijë shumë i bukur, por gjëja që e prekte atë më shumë ishte karakteri i tij. Sepse ishte një fëmijë i ëmbël, por në të njëjtën kohë ishte i vendosur, ishte i ndjeshëm, por në të njëjtën kohë ishte edhe këmbgulës dhe kishte shumë dashuri në zemrën e tij të vogël, por kjo dashuri ishte e jashtëzakonshme. Federico pëlqente shumë Nintendon, ashtu si shumë fëmijë të tjerë, por nga ana tjetër gjithashtu ishte shumë i dhënë mbas kompjuterave dhe në përgjithësi mbas teknologjisë. Dhe mund të them me gojën plot që ishte një fëmijë i një vjeçarit të tretë dhe shpesh herë tallte të emrin e tij Antonellën, pasi kjo e fundit nuk ishte shumë e aftë me teknologjinë dhe i thoshte që okay, je e pa aftë me teknologjinë, pasi në një farë mënyre vjen nga një shekull tjetër. Antonella tregon që sa herë që kishte probleme me televizorin, kishte probleme me Nintendon, Federico gjithmonë arrinte ta rregullonte. Por dhe në shkollë ishte një talent i vërtet, sepse kishte nota të shkëlqyera. Dhe në fakt ishte e apasionuar shumë mbas lëndëve shkencore, por ajo që pëlqente më shumë ishte hapësira, ishte shumë kurioz ndaj yjeve, ndaj planeteve dhe mbi të gjitha Antonella tregon që çdo natë përpara se të flinte gjumë, Antonella Federicos i tregonte një histori. Ishte një histori që e kishte shpikur vetë Antonella, një histori që fliste për një planet që quhej K2 dhe një android 80. Dhe në fakt e tregonte këtë histori, ja tregonte çdo natë dhe ai kurrë nuk lodhej sepse gjithnjë e pëlqente. Si shtrëfen gjithmonë, Antonella në faqen e fondacionit të dedikuar për të birin thoshte se Federico ishte një vulkan energjie plot vitalitet. Jetonte çdo gjë me shumë intensitet, kishte shumë mira interesa dhe përpiqej gjithnjë që t'ia ushqente me dashuri. Federico pëlqente shumë të lexonte, pëlqente shumë të vizatonte, të krijonte, të gatuante me të jemën, të dilte shëtitje me të jemën dhe sa herë që jema kthehej në darkë nga puna, ai e priste tek dera dhe i hidhte një përqafim duke thënë që mami u ktheve në shtëpi dhe më pas vazhdonte me pyetjet e tij që si kaloi dita jote, u lodhe, çfarë të mërziti, çfarë nuk të mërziti. Pra, ishte një fëmijë shumë i zgjuar dhe shumë i dashur. Por Antonella gjithmonë përgjigjej që jo, nuk u lodha, jo, kalova shumë mirë. Por Federico gjithmonë arrite të kuptonte nëse nëna e tij ishte e mërzitur ose më e lodhur se zakonisht. Dhe Antonella thotë që ai kurrë nuk gabonte në këtë gjë. Siç mund ta keni kuptuar tashmë, Federico dhe nëna e tij ishin shumë të lidhur me njëri tjetrin. Në një farë mënyrë ato nuk kishin nevojë as të flisnin për të kuptuar njëri tjetrin sepse kuptoheshin me sy. Por shpesh herë sytë e mëdhenj të Federicos trishtoheshin. Trishtoheshin sepse ai kishte diçka, ose më saktë kishte dikë që gjithmonë e trishtonte, gjithmonë e mërziste. Dhe ky ishte pikërisht babai i tij. Babai i tij quhej Mohamed Baracate. Njihet me Antonellën në vitin 1998 dhe ishte një burr me origjinë egjiptiane dhe udhëtonte shpesh për shkak se punonte si operator turistik. Në fillim marrëdhënia e tyre shkonte për mrekulli dhe 2 vite më vonë lindi i vetmi fëmijë i tyre Federico. Që nga ai moment Mohamed ndryshon personalitet. Ndryshon personalitet duke u kthyer në një person të dhunshëm, një person posesiv, një person agresiv që zhduke me ditë të tëra nga shtëpia dhe kur kthehej jashtëzakonisht shumë i çrregull. Shfaqte shenja të shqetësimit të thellë mendor, bëhej agresiv, bëhej i dhunshëm dhe në fakt nuk mund të krijonte një lidhje me birin e tij. Por kohë më vonë i diagnostikohet çrregullim bipolariteti. Çrregullimi bipolar është një çrregullim shumë kompleks, i vështirë për të menaxhuar nëse nuk trajtohet. Karakterizohet në fakt nga alternimi i gjendjeve emocionale ekstreme, depresion dhe mani. Një gjë që dua të theksoj është që jo çdo kush që ka bipolarizëm është i dhunshëm, por në rastin e Muhamet
Po, dhe në një intervistë që kishte dhënë Antonella thoshte që Muhamet përdorte dhe drogë dhe në fakt nuk trajtohej për këtë sëmundje që kishte dhe kjo gjë e rëndonte akoma më shumë sëmundjen e tij. Një gjë që është pak por e sigurt ishte se Muhamet nuk ishte fare mirë dhe mbi të gjitha nuk kishte asnjë shenjë që kishte dëshirë të përmirësoheshte apo të kuroheshte. Pas gjithë atyre viteve abuzim, Antonella merr një vendim guximtar. Merr një vendim pasi në vitin 2005 vendos që të largojë të birin e saj nga Muhamet, pasi në një farë mënyre Muhamet ishte kthyer në një njeri shumë të rrezikshëm dhe duhet ta mbronte me patjetër Frederikon. Por që nga ndarja gjërat përkeqësohen akoma më shumë, pasi fillojnë vitet me kërcënime, me sulme, me përndjekje. Muhamet gjithashtu merrte në 3 të mëngjesit në telefon në shtëpinë e Antonellës duke e kërcënuar atë me jetë. Antonella tregon që një ditë që ndodhesh në makinë me Frederikon, Muhamet po e ndiqte atë me makinë dhe kishte tentuar që ta nxirrte atë nga rruga. Dhe në një moment tjetër kishte tentuar që ta hidhte dhe nga ura. Dhe të mendoni që Federico, vetë djali i tij, ndodheshte në makinë. Në këtë pikë Antonella ishte e shkatëruar, nuk mund të duronte më, kështu që i drejtohet karabinierëve. Por nga ana tjetër karabinierët nuk mund të bënin asgjë pasi në atë kohë nuk ekzistonte asnjë ligj për përndjekjen. Dhe është e vërtet pasi në Itali ligji për përndjekje u vendos në prill të 2009, vetëm disa muaj mbas tragjedisë që do flasim në historinë e sotme. Dhe si rrjedhoi, sjelljet kërcënuese dhe sjelljet përndjekëse që bënte Muhamet nuk kishin penale dhe në një farë mënyre Antonella bëri plot 17 denoncime dhe këto 17 denoncime nuk u morën seriozisht nga askush. Madje ka pasur dhe një vendim gjykate mbi Muhamet për sulm fizik, ku ky i fundit e kishte pranuar fajin, por as kjo nuk piu ujë. Nga ana tjetër, një konsulent teknik i gjykatës i kishte thënë Antonellës që ishte një person shumë i egzageruar vetëm e vetëm se kishte denoncuar ish partnerin e saj plot 17 herë për dhunë. Antonella i drejtoi gjykatës së të miturave dhe shërbimeve sociale dhe mbi gjitha kërkon që të ketë kujdestari të plot, por në fakt ato nuk ja japin dhe i imponon që takojnë të jatin sepse sipas tyre nuk ka rrezik dhe gjithmonë do të jetë dikush aty për të mbikëqyrur takimin mes Federicos dhe Muhamet. Ho richiesto l'aiuto personalmente degli assistenti sociali quando mio figlio aveva 4 anni, in quanto il padre aveva cercato di portarlo via, aveva iniziato a essere aggressivo e violento. Io avevo allontanato mio figlio quando mio figlio aveva non ancora 1 anno, quindi di fatto l'avevo cresciuto da sola. Dopo a qualche anno il padre è tornato, rivendicando una sorta di potere su di lui, voleva portarlo con sé, insomma è iniziato tutto un brutto periodo. Io mi rivolsi a seguito anche di violenza, stalking ai servizi sociali, al tribunale che poi demandò l'incarico ai servizi sociali. Qui iniziò l'incubo, mi imposero di farglielo vedere perché mi ritenevano una mamma esagerata, dicendomi signora cosa vuole che succeda, siamo qui noi. Në këtë pikë, gjykata rregullon takimet mes Federicos dhe babait të tij dhe për shumë persona që mund të mendojnë që si është e mundur që kjo nën ka lejuar që djali i saj të takohet me një person kaq të rrezikshëm, është e mundur pasi në një farë mënyre nëse Antonella nuk do ta bënte këtë gjë, pra nuk do të lejonte këtë gjë, në një farë mënyre gjykata do t'i merrte djalin. Pas shumë përpjekjesh, Antonella më në fund arrin që të bindë shërbimet sociale që takimi që do zhvillohen mes Federicos dhe Muhamet të zhvillohen në ambiente publike dhe mbi të gjitha duhet të ishte patjetër një person që t'i mbikëqyrte ato të dy. Por për Federikon kjo gjë nuk ishte e mjaftueshme. Siç u thash, Federico ishte një fëmijë shumë i gëzuar, por sa herë që vinte dita që duhet të takonte babain e tij, ai treshtoi jashtëzakonisht shumë dhe i thoshte gjithnjë të jëmës që nuk donte të takonte atë njeri, nuk donte të bënte më me atë njeri dhe mbi të gjitha ai njeri nuk ishte babai i tij. Antonella i raportoi këto shqetësime të Fredericos tek shërbimet sociale, por ato nga ana tjetër i thanë që zonjë, qetësoni, çfarë mund të ndodh? Nuk mund të ndodh asgjë. Ne jemi këtu. Ju përpiqeni që të jeni një nën sa më e mirë. Federico në këtë periudhë kishte jashtëzakonisht shumë makthe natën dhe në shkurt të vitit 2009 kishte parë një ëndër shumë të keqe. Ai kishte ëndërruar sikur babai i tij po e vriste dhe më pas kishte përfunduar në qiell. Dhe derisa një xhuç kishte ardhur, e kishte marrë dhe kishte shpjerë përsëri tek nëna e tij, pasi ky i fundit po qante jashtëzakonisht shumë. Fatkeqësisht vetëm disa ditë më vonë ky makt u bë realitet. Ishte data 25 shkurt i vitit 2009. Ishte dita e takimit mes Fredericos dhe babait të tij, Muhamet.
Atë mëngjes, Federico ishte shumë i natosur, shumë i dëshpëruar, pasi nuk donte në asnjë mënyrë të shkonte të takonte babain e tij. Dhe në fakt i thotë të jëmës që kur të mbush 9 vjeç do të shkojë vetë t'i them gjykatësit që nuk dua të takoj më atë njeri. Por nga ana tjetër, Antonella përpiqet ta qetësojë duke thënë që mos u shqetëso, gjithçka është në rregull. Por në fakt, ato ishin fjalët e fundit të djalit të saj. Federico në këtë pikë hyn në dhomën e Azlës ku do të bëhej takimi. Por për arsye ende të paqarta nuk dihet sepse edukatori, ose më saktë mbikëqyrësi që do të mbikëqyrte Federicon dhe Muhamet një moment largohet nga dhoma. Por askush atë ditë nuk e dinte që Muhamet kishte marrë një armë dhe një thikë kuzhine, dhe vetëm pas disa minutash ndodh tragjedia. Një kris me armë u dëgjua në ndërtesë, të gjithë vrapuan për të ndihmuar Federicon, por në fakt ishte shumë vonë. Ai tashmë ishte i pajetë. Por nga ana tjetër nuk ishte arma ajo që kishte marrë jetën Federicos, pasi arma, ose më saktë plumbi, i kishte kapur vetëm pjesën e pasme të kokës jashtëzakonisht shumë lehtë. Ai vdiq nga 8 goditje me thikë, të cilat ja dha vetë babai i tij, dhe më pas Muhamet vrau dhe veten. Në këtë pikë as nuk mund ta imagjinoj dot atë që mund të ketë ndier Antonella kur mori vesh lajmin e trisht, pasi ajo humbi njeriu më të shtrenjtë që kishte, humbi djalin e saj, dhe mënyra se si e humbi ishte e tmerrshme. Pasi në një farë mënyre djali i saj e humbi jetën në një institucion ku supozohet të ishte i mbrojtur, pasi ky takim ishte një takim i mbrojtur, ishte një takim që kishte një mbikëqyrës në kokë. E kuptoni absurditetin? Ndër të tjera dua t'ju sqaroj diçka rreth numrit të goditjeve që kishte marrë Federico, pasi shumë persona supozojnë që kishte marrë 24 goditje, shumë të tjerë supozojnë që kishte marrë 37 goditje. Por unë kam thënë që ka marrë 8 goditje sepse këtë gjë e ka marrë informacion në faqen e fondacionit që vetë e kishte shkruar Antonella, pasi një farë mënyre supozohet pra që ajo që ka thënë Antonella është më e besueshmja. Por pyetjet janë të shumta. Si ishte mundur që ndodhi diçka e tillë? Pse Federico ishte vetëm në atë dhomë? Si ishte mundur që ja të hyri me një armë në atë institucion? Dhe mbi gjitha, ku ishte edukatori që duhet të ishte në krye të atij takimi? Edukatori në fjalë thotë që ishte larguar nga dhoma vetëm për një moment për të bërë diçka, por nuk dihet se çfarë. Dhe ishte kthyer përsëri zakonisht shumë shpejt. Por kjo gjë nuk ka kuptim, se nëse do të ishte larguar për një çast, siç thot ai, një farë mënyre ai do të kishte ndërhyrë menjëherë pas goditjes me armë që kishte marrë Federico në fillim në pjesën e pasme të kokës. Pasi nëse ju kujtohet, ju thashë në pjesën e pasme të kokës goditja që kishte marrë ishte jashtëzakonisht shumë e lehtë dhe si për rridhoj Federico mund të shpëtonte. Por nga autopsia del një rezultat jashtëzakonisht shumë ndryshe. Përgatituni sepse rezultati ju betojmë ishte rrënqethës. Së pari, Federico kishte plak mbrojtëse si në këmbë dhe në krah, dhe kjo gjë të shpjen të mendosh që Federico ka tentuar që të mbroj vetë veten e tij. Nga ana tjetër, duart i kishte të prera, por gjëja më e tmerrshme ishte se nga momenti i parë që kishte marrë goditjen me thikë deri në momentin ku ndroi jetë, kishin kaluar plot 57 minuta. Pra, Federico ka qëndruar brenda në dhomë vetëm plot 57 minuta me babain e tij, me atë person jashtëzakonisht shumë të rrezikshëm. Tutte le manine cucite, si fa per dire, si può dire cucite, tutte le manine tagliate, si era decisamente difeso da solo. Dhe gjë më absurde është se persona që ndihmuan Federico nuk ishte as ai edukatori që kishte thënë që ishte larguar nga dhoma vetëm një moment. Dhe tani që mendoj sa minuta, sa orë, sa shekuj, sa vite ka zgjatur ai moment, sepse një moment është një moment. Ditën e varrimit, Antonella më në fund kishte mundësinë që të shihte djalin e saj dhe ta përshëndeste për herë të fundit. E kishte parë vetëm një javë pas vrasjes së tij, më 3 mars të 2009, ditën e varrimit, pasi më përpara nuk ja kishin lënë ta shihte. Antonella tregon që kur e pa, e puthi menjëherë dhe Federico pas asaj puthje hapi menjëherë syt. Por megjithatë, sytë e tij ishin bosh, ishin ngri, ishin pa jetë. Po Antonella është e bindur që ajo ishte mënyra e tij për t'i thënë asaj lam të mirë për gjithmonë. Një gjë që ishte shumë e qartë për Antonellën ishte se Federico meritonte drejtësi, por nga ana tjetër gjykata kishte vendosur të arkivonte çështjen me termin vdekjen e fajtorit, pasi në një farë mënyre ishte Muhamedi ai që kishte vrarë Federicon dhe ishte pikërisht Muhamedi ai që kishte vrarë veten e tij. Shikoni miq, unë e kuptoj që ishte Muhamedi ai që kreu krimin, ishte Muhamedi ai që mbajti thikën, ishte Muhamedi ai që vrau djalin e tij.
por në një farë mënyre fakti që Muhamedi vrau djalin e tij nuk do të thotë që ai ishte fajtori vetëm, pasi kishte edhe persona të tjerë që kontribuan në këtë gjë. Por në një intervistë për Corriere, Antonella tregon se hetimet u zhvilluan në mënyrë të çrregullt dhe shumë të ngadaltë. Aq sa pas 3 vitesh, Antonella kërkoi dosjen e shërbimeve sociale dhe zbuloi që nuk mund ta kishte sepse ishte sekuestruar nga kryetari i bashkisë në San Donatos dhe për ta marrë atë duheshte ndërhyrja e gjyqtarit, gjë që kërkonte edhe 7 muaj të tjerë. Në gjyqin e zhvilluar në vitin 2015 të pandehujt ishin 3: Elizabeta Termini, drejtuese e shërbimit social, Nadia Kapja, asistente sociale që ndiqte rastin, dhe Stefano Panzeri, edukatori i ngarkuar në mbikëqyrjen mes takimit të Frederikos dhe babait të tij. Të 3 u akuzuan për bashkëfaqësi me mosveprim në një vrasje të qëllimshme, pasi sipas akuzës ato nuk ishin marrë masat të duhura në këtë takim mes babait dhe Frederikos. Gjykata e lartë deklaroi që të 3 ishin të pafajshëm. Ishin të pafajshëm sepse nuk kishin përgjegjësi mbi vdekjen e Frederikos, pasi në një farë mënyre shërbimet sociale kishin vetëm qëllime edukative dhe jo për të mbrojtur miqënien fizike dhe psikologjike të fëmijës. Pra, në një farë mënyre ato ishin përgjegjës vetëm për përmbajtjen edukative që do të kishte takimi dhe jo për faktin që nëse fëmia do dilte gjallë apo jo nga takimi. Por kjo gjë bie ndesh me Konventën Europiane kundër dhunës së grave dhe fëmijës, sepse në konvent thuhet qartë që shtetet duhet të marrin masa për të garantuar që në momentin e caktimit të drejtave të kujdestarisë apo vizitës të merren parasysh episodet e dhunës dhe që këto të drejta nuk duhet të rrezikojnë jetën apo sigurinë e fëmijës. Madje Antonella tregon që gjatë procesit gjyqësor një zëvendës prokuror i cili quheshte Pietro Forno i kishte thënë diçka që i ka ngelur gjatë në mendje. I kishte thënë pikërisht kështu: në fund të fundit, Federico gjithsesi do të vdiste. Dhe në fakt ishte përgjegjësi e Antonellës, sepse në një farë mënyre, nëse Antonella dëshironte të shmangte gjithë këtë që u bë, ajo mund të merrte shumë mirë fëmijën e saj dhe të largoheshte jashtë vendit. Por në fakt në këtë pikë unë nuk kuptoj diçka. Nëse Antonella do të merrte fëmijën e saj dhe do të largoheshte jashtë vendit, a nuk do të akuzoheshte ajo për rrëmbim të mituri? Dhe ku është zgjidhja e kësaj gjëje? Pas këtij vendimi, Antonella ju drejtua Gjykatës Europiane të të drejtave të njerëzit, por dhe këtu ankesa e saj u hodh poshtë dhe u shpallën të pafajshëm të 3 personat që supozohet të ishin në krye të atij takimi. Por Antonella nuk u dorëzua përsëri dhe vendosi të apelojë në dhomën e madhe të Strasburgut, duke kërkuar rihapjen e dosjes për vdekjen e Frederikos. Por fatkeqësisht, mundësia që kërkesa e saj të pranohet është jashtëzakonisht shumë e vogël. Nuk e di se sa persona e njohin këtë fjalë. Filicidio është vrasja e një fëmije për të ndëshkuar nënën. Dhe pikërisht ishte kjo ajo që i ndodhi Antonellës. Dhe Antonella sot e kësaj dite po kërkon drejtësi, pasi në një farë mënyre për vdekjen e Frederikos askush nuk ka paguar. Kjo ishte dhe historia e trisht e Frederikos së vogël 8 vjeçar. Më shkruani poshtë në komente mendimin tuaj, unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Dhe atëherë, ciao ciao!